Kalojmë në minutazhin sportiv këtu në A1 Report. Jemi në ambientet e bukura të Hotel Palace në Durrës. Ne sot do punojmë për këmbët, kështu që na duhet një stretch i fortë për muskujt e këmbëve. Do kalojmë ti punojmë ato si ushtrimet që kemi bërë më parë, jemi po prapë në workout beginners. Ne do i punojmë ato me një peshë në dorë, për t'i forcuar, për t'i strequr. Kalojmë pas. Dhe për të qenë më fleksibël me këmbët tona, për të eliminuar kontraktimet të pjesës së brendshme, ancoret, të jashtme dhe quadricepsin, pjesa ballore e këmbës. Këmbët janë të rëndësishme për femrat tani që fillon periudha e verës, të cilat kërkojnë të veshin diçka më të shkurtër, më të dukshme, dhe këto ushtrime do t'i ndihmojnë nëse ato i bëjnë me seri shumë, të përsëritura shumë herë dhe 2 ose 3 herë në javë. Do vazhdojmë me 2 pesha në duar dhe do fillojmë të ngrejmë këmbën përpara. Përpara, vazhdojmë i lëvizim ato që ti të shlirojmë, pa i lëvizur duart. Të doja që të punonim pjesën e sipërme të trupit, pjesën e krave, bashkë me këmbët, në mënyrë që ju të fitoni një ves për të punuar disa muskuj njëkohësisht. Në këtë mënyrë shkurtoni kohën, shkurtoni dhe minuta që bëni stërvitje duke i punuar muskujt në një kohë. Atëherë, ecim, mund të ngriheni në majtë të gishtave ose mund ta ulni shputën e këmbës. Kalojmë anash, vim në pozicion fillestar. Kalojmë djathtas. Hidhemi në një anë, në një tjetër. Mund ta vendosni shputën e këmbës ose në majtë të gishtave. Pra, fillojmë bëjmë lëvizjet rutinë të këmbëve. Kalojmë përpara. Kthehemi në pozicion fillestar. Bëjmë një hap dhe kthehemi në pozicion fillestar. Mundoni ti bëni këto hapa në majtë të gishtave, të punojmë njëkohësisht dhe pulpat. Kalojmë pas. Kthehemi në pozicion fillestar. Pra, kemi hapa, mbyllje dhe hapjen e hapit. Pra, ne po punojmë step në gjendje të lirë, pa ngritjen e nivelit. Vazhdojmë. Ecim në vend. Lëvizim. Duhet të merrni peshat në dorë dhe të vazhdojmë të punojmë këmbët. Kemi përpara, ulje. Kthehemi në pozicion fillestar. Ndrojmë këmbë, ulemi, kthehemi në pozicion fillestar. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ulu, përthyemi. Pra, thyejmë këmbën në mënyrë që të punojmë quadricepsin e këmbës tonë. Bëjmë hapin, kthehemi. Bëjmë hapin, i japim forcë me këmbën tjetër dhe kthehemi pas. Pra, me këtë këmbë e cila mban peshën e trupit tonë që kontraktohet quadricepsi, i japim pas. Këto ushtrime na ndihmojnë për të humbur kalori. Pra, janë multiplex ushtrimesh me peshë për të humbur kalori. E njëjta gjë dhe anash. Pra, do hapemi anash dhe do ulemi. Hapim këmbën, ulemi. 2 duart ulen duke futur këmbën në mes dhe pesha rëndon përpara për të forcuar quadricepsin ton. Përthyemi, ulemi. Përthyemi, ulemi. Vazhdojmë. Mos ndalo. Në një anë, në tjetrën. Kemi filluar, si që shikoni, ushtrimet t'i bëjmë pak më të vështira. Atëherë, do fillojmë me ushtrimet e këmbëve. Para, anash. Para, anash. Ky është ushtrimi. Vazhdojmë me këmbën e djathtë. 1, 2. 1, 2. Mundoni të punoni dhe bicepsin. Pra, kemi ulje, ngritje. Ulje, ngritje. Ulje, ngritje. Kemi
bashkë me këmbët dhe bicepsin. Ndrojmë këmbë. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne po punojmë pjesën anësore të këmbës bashkë me bicepsin. Ky është ushtrimi tjetër për këmbët. Vazhdojmë me pjesën e këmbëve në fleksibilitet. Si? Kemi ngritje të këmbës, hapje anësore. Pra, 1, 2, 1, 2. Vazhdojmë. E ngrim këmbën para dhe hapim anash. E ngrim këmbën para, e hapim anash. E njëjta gjë edhe me këmbën tjetër. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Peshat para, i përthyejmë duart. Peshat para, i përthyejmë duart. Pra kemi një kombinim të ushtrimeve së bashku, të cilat na ndihmojnë për t'u djersitur, për të humbur kalorit që nuk na duan. Në këtë mënyrë ne eliminojmë dhe kardion e mëngjesit duke punuar me këto ushtrime. Vazhdojmë me pjesën e brendshme të këmbës. Qëndrojmë në pozicion me këmbë të hapura, pak më tepër se supet, 2 peshat përpara dhe do ulemi në mënyrë të drejtë dhe të ngrihemi duke ngritur në pozicionin e këmbëve të përthyera. Pra, jemi në pozicion të ulur dhe të ngritur jo deri në përfundim të drejtimit të këmbëve. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pra, ky ishte ushtrimi i pjesës së brendshme të këmbës. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pjesa krahërore qëndron përpara, ndërkohë që ne ulemi dhe ngrihemi. Dhe trupi qëndron drejt. Vazhdojmë. Kjo ishte për pjesën e brendshme. Ushtrimi për pjesën e jashtme, qëndrojmë drejt me 2 peshat tona, këmbët i kemi të drejta, jo të përthyera, dhe do ulemi. Kemi jo uljen në pozicion të drejtë që kemi bërë puntatat e kaluara, por e kemi anash jo plotësisht në anësore, por jemi në një grad. Pra, jemi drejt me majt e gishtave të kokës së peshës. 1, 2, 3, ulemi, ngrihemi. 4. Pra, ky është ushtrimi që na ndihmon që ne të zgjasim pjesën anësore të këmbëve, në cilën ne do ndjejmë djegja. Këto ushtrime përsëriten 20 herë 5 sete. Dhe ju këto mund t'i mbaroni për 45 minuta të gjitha. Pra, duke i bërë me 5 sekonda deri në 10 sekonda pushim midis tyre. Pra kemi një multiplex setesh të cilat na ndihmojnë për të djegur celulitin, për të streçur lëkurën, për të bërë zgjatjen e muskujve, për të eliminuar kontraktimet. Janë ushtrimet më të mira për femrat që mund të bëjnë për pjesët e këmbëve tani që po afron dhe vera. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Kemi zgjatje para, kalojmë anash, kalojmë pas dhe shtym brenda dhe jashtë. Pra kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ky ushtrim ju ndihmon për të eliminuar kontraktimet dhe për të bërë prerjet e këmbëve në pjesën muskulare përpara dhe në pjesën pas të këmbës. Pra, ju ndihmon që të krijoni një fleksibilitet, të ruani ekuilibrin, këmba të bëhet më e fortë, këmba mbajtëse, dhe ndërkohë që ju punoni ushtrimin duke tërhequr gishtin e parë drejt, ju kontraktoni quadricepsin duke e formuar atë. Vazhdojmë. Ushtrimi ishte i këtill. Ngrem këmbën para, kalojmë anash, kalojmë pas, shtym në anën e djathtë, shtym në anën e majtë. Dhe këtë lëvizje e bënim 4 herë. Ky ishte ushtrimi
për fleksibilitetin dhe për pjesët e vizuara të këmbëve. Vazhdojmë me këmbën tjetër, ta përsërisim edhe një herë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, është ushtrim pak i vështirë, por do ju ndihmoj për të krijuar vizimet e këmbëve. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Do kalojmë në këtë pozicion, pra jemi gishti është drejt me gjurin, këmba tjetër është leva e cila na ndihmon për të ulur dhe për të ngritur. Të punojmë pjesët anësore të gluteusit maksimum. Pra kemi pjesën e gluteusit maksimum e cila bëhet ndarja nga shpina, atë që femrat e kërkojnë. Kemi një kalim të këmbës, së majt pas këmba e djathtë përpara. Ulemi, trupi qëndron drejt dhe pesha kalon në quadricepsin e këmbës së djathtë përpara. Pra jemi në këtë pozicion të drejtë. Vazhdojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ndrojmë këmbën. E njëjta gjë. Dhe në këmbën tjetër bëjmë një hap pas, gishti qëndron drejt me gjurin, trupi duhet të jetë me bazë, pra jemi të bazuar tek quadricepsi i këmbës së majt. Ulemi, ngrihemi. Ulemi, ngrihemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ky ishte ushtrim i cili na ndihmon për pjesët anësore dhe ato të gluteusit. Kalojmë në ushtrimet e gluteusit, të cilat femrat pyesin dhe i kërkojnë. Kemi zgjatjen e bicepsit femoral bashkë me gluteus në pozicionin e drejtë të gjunjëve, duke u hedhur nga të gjitha anët. Pra, e kemi thënë dhe në puntatat në vijim, me të cilën ju duhet ta mbani si ushtrim, mos ta eliminoni ushtrimet e reja që do ju sjell, e kombinoni atë, por rrisni peshën në dorë. Në qoftë se ju krijoni një lloj force dhe shikoni veten më të lirë më vonë, ju ndryshoni vetëm peshën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I lëshoni peshat dhe qëndroni për ta kontraktuar. Pra, kalojmë në drop set. Qëndrojmë, bëjmë dhe stretching njëkohësisht. Ai zgjatet, shtym gjunjët, ndërkohë që ne shtym gjunjët kemi një zgjatje totale të pjesës së pasme. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër për pjesën e gluteusit. Kemi ushtrimin me gjunjët e përthyera dhe me kalimin poshtë. Pra jemi duar drejt, ngrihemi. Ulemi, ngrihemi. Siç e shikoni, lëviz vetëm pjesa e pasme e këmbës, e cila kap dhe pjesën e brendshme. Pra jemi në ulje dhe në ngritje, duke ndjerë kontraktim në pjesën e pasme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi gjunjët e përthyera, kemi dhe peshat në duar. Mjafton për sot. Vazhdojmë, bëjmë stretching 2 sekonda të quadricepsit, e tërheqim ato duke e nxjerr jashtë pjesës së gluteusit dhe duke mbajtur të stretchur. Mos harroni asnjëherë të bëni stretch pasi ju punoni këmbët, sidomos kur punoni me multiplex seta. Bëjmë stretching të këmbëve, qëndrojmë, zgjatemi, kalojmë në anën tjetër. Qëndrojmë, tërhiqemi nga pas. Ulemi përpara. Ecim, ngrihemi në pulpa. Ulemi, ngrihemi në majtë të gishtave për të punuar pulpat. Lëvizni pak këmbët në mënyrë që të tërheqim plotësisht pjesën e gluteusit bashkë me bicepsin femoral. Qëndrojmë, tërheqim pjesën e pasme të gluteusit. Mbaruam për sot. Shikojmë në puntatën tjetër në vijim. Mirupafshim.